Përshëndetje miq, uroj të jeni mirë dhe mirë se erdhët në kanalin tim. Për ju që më dëgjoni për herë të parë, unë jam Andalina nga sofra ime. Sot po ndaj me ju një nga mënyrat më të thjeshta, por shumë të shijshme të përgatitjes së specave. Disa mund ta marrin si vak të plot, disa të tjerë mund t'i përdorin dhe t'i konsumojnë si diçka shtesë, por ju sugjeroj t'i provoni sepse bëhen fantastike me një shije shumë të mirë. Fillojmë pa humbur kohë. Në një enë kam shtuar 400 gram gjizë dhe djathë të shkrirë, mund t'i kombinoni me djathrat tuaj të preferuar. 2 domate të vogla i kam prerë në copa. Majdanos, krip, një lugë çaji, varet se sa krip mund të ketë gjiza dhe djathi, gjithashtu edhe një thelb hudhër. Masën do ta përzihem shumë mirë derisa të bëhet një masë e njëtrajtshme. Dua t'ju kujtoj se nëse jeni i ri në kanalin tim, ju ftoj t'i hidhni një sy recetave të mia dhe nëse ato ju pëlqejnë, mos harroni të bëni subscribe dhe të shtypni butonin e ziles, kështu do njoftoheni për çdo recetë të re të postuar. Ndërkohë specat do t'i presim në këtë mënyrë. Mira është që specat të jenë pak të mëdha, pra që të mbushen më lehtë dhe të marrin mjaft mbushje. Do t'i heqim pjesën e farës pa ja larguar bishtin, pra do t'i presim në formë tije. Shkronjë T dhe do t'i mbushim aq sa mund të marrin specat. Unë i kam kombinuar të dyja, edhe jeshile dhe të kuqe, por mund t'i përgatisni me çfarë do lloj specash që ju gjenden në shtëpi ose preferoni. Edhe forma mund të jetë sipas dëshirës ose çfarë do lloj specash që ju gjenden. I vendosim në tavën e pjekjes dhe në sipërfaqe do shtojmë vaj ulliri ose çfarë do lloj vaji që përdorni ju në kuzhinë. Dhe do t'i pjekim në 200 gradë. Nuk dua të harroj pa thënë se është kënaqësi për mua të më thoni se nga cili vend i Shqipërisë apo i botës më ndiqni. Dhe nëse ju pëlqeu kjo video, për të më mbështetur, mos harroni të bëni like dhe të lini përshtypjen tuaj në koment. Faleminderit.